Në Tetov uji vazhdon të mos jetë i pishëm. Analizat kanë treguar se i njëjti nuk preferohet për pije, ndërsa burimi i leshnicës vazhdon të jetë jashtë funksionit, shkaku se uji është i turbullt. Sipas drejtorit të NPKSH-i Valon Zeqiri, për momentin kemi 240 litra ujë në sekond, ndërsa mungesë ka në lagjen 146, ku tashmë 24 orë nuk kanë ujë për pije. Gjendja me ujë në Tetov vazhdon të jetë e njëjtë, uji vazhdon të mos jetë i pishëm. Në bazë të analizave që kemi marrë dje dhe sot, nuk e preferojmë që të pijet, pasi presim edhe analiza më të detajuara mikrobiologjike të cilat i kena bërë. Pre atyre analizave presim që nesër të marrim rezultatet dhe të dalim me rezultate konkrete. Për sasinë e ujit kemi diku të 240 litra në sekundë, së bashku me bunarët të cilët e kena aktivizuar në qytet. Filterstacioni vazhdon të jetë akoma jashtë funksionit, pasi kemi ujë të turbullt dhe në bazë të rreshjeve që kanë rënë në brëm, përsëri kemi ujë të turbullt nga burimet e leshnicës. Prandaj edhe qendra për shëndet publik njoftojnë se uji në Tetov nuk është i pishëm dhe rekomandohet të konsumohet uji i ambalazhuar deri në njoftimet e ardhshme. Qytetarët luten që ujin ta përdorin vetëm për nevoja elementare si higienë dhe pastrim, derisa të përfundojnë analizat e reja laboratorike.